nëse në subjekte tjera, në këto raste ka ndodhur rrahje, ka ndodhur vrasje, tu ka diskutim për mënyrën më të mirë se si të paraqitemi zgjedhjet lokale. Unë duhet jem korrekt deri në fund. Edhe arsyetimi i zotrit Taravari është se në interes të koalicionit vlen dhe të votës, këtë rast të qeverisë, partive shqiptare në qeveri, është nëse shkojmë veshmas, do të grumbullojmë më shumë vota, do të grumbullojmë më shumë legitimitet. Pra, në asnjë moment nuk nëse shkojmë veshmas më shumë se sa nëse shkojmë bashkë. Sepse çdo subjekt politik do të grumbulloj, do të mobilizoj gjithë strukturën e vet, do të grumbulloj më shumë vota dhe kur do t'i bashkojmë ato vota, do të kemi më shumë se në thonë partitë tjera që janë këtë rast në opozit. Pra, në këtë rast arsyetimi i zotrit Taravari nuk është për përçarje, por është në interes të sigurimit të një rezultati më të mirë zgjedhor. Përkundër kësaj ideja partive tjera, po shumicës koalicionit vlen është që vlera e çdo subjekti brenda koalicionit është shumë e lartë si pjesë e koalicionit se sa nëse del veshmas. Prandaj këtu është ajo që dominon te do kisha thonë tre subjekte tjera politike plus përfaqësuesi i vetevendosjes dhe në këtë rast ne vlerësojmë që vota edhe për Lëvizjen Besa, edhe për subjekte tjera politike do të jetë vot nëse Lëvizja Besa është brenda koalicionit vlen. Nëse do të dalë Lëvizja Besa jashtë, shumë më pak vota do të kish grumbulluar se sa